Shkronja tona shkëlqejnë si yje në qiellin blu. Kongresi Manastirit na I fali për herë këtu. Me to shkruajmë fjalën em, me to këndojmë për atë dhe. Alfabeti I dashur na bashkon kudo që je. Dita alfabeti, ditë shenjtë për çdo fëmijë. Gjua jonë sot feston, shkronja vallëzojnë në letër, ka Manastiri largën na jetën si durat e litër. Dita alfabeti të sot çdo 22 nëntor të shënon Kongresin e Manastirit të vitit 1908. Ku u unifikua alfabeti I gjuhës shqipe. Në këtë kongres morën pjesë shumë patriot, gjuhëtar e veprimtar shqiptar. Ata vendosën që alfabeti shqip të bazohej në shkronja latine, duke forcuar arsimin, kulturën dhe identitetin e kombit. Kjo ditë është shumë e rëndësishme, sepse bashkoi të gjithë shqiptarët rreth një gjuhe të shkruar të përbashkët. Hapi rrugën për shkollën shqipe dhe libra shqip. Forcoi kulturën dhe vetëdijën kombëtare. ABC, YZZ, shkronja tona do fillojnë trashëgimi, brez pas brezit deri në përgjithësi. Ala hap rrugën e para, bëra bin buza gaz, çoja krenarohet më shumë se veç qitave ju ri pran. Shkronja tona flasin but, flasin gjuhë e një kombi, alfabeti një bukur më mësoj histori e gjyshes së zërit tonë. ABC ja ku jam me alfabetin shkoj tamam. Shqip do flas e shqip do të shkruaj. Shkronja tona zemrën na shëndëritin, kudo ku shkruaj.
këndoj në shki, alfabeti I bashkojë shqiptare nga jugë në veri, nga diaspora në trojtë anëtare. Ishte nëntori vjen me gëzim e plot dritë, na kujton kongresin që shkroi historinë e një kombri. Shkronja tona vazhdon në fletore e libra. Na mësojnë të duam Gjuhën tonë, shqipen e çmuar. Sedi më mëmë të dje dhe sot të shtatë jetuar. Ajë sot të kapitoli societar. Kopi që lartëson jeton e nuk Jo, një minutë, edhe një hajta të një tash. Kombi që lartëson flamur, jeton e nuk beskur. Janë pjesë gjithësisë, gjithtrojet e Shqipërisë. Ishte vendimi rëndësishëm, u realizua ideali që në penën e katën dhe zvizarit e pasuar për lirin. E kështu pas pak vitesh vjen dita e madhe 28 nëntor 1912. Shqipëria jo në dhërën lire I paravarur I tregon botës. Shqipëria ron e dobëror në shekull, e lirë e pavarur. Unë fa. E prapë të rilindur në ekzistencën tënde dhe jetën e tyre, njerëzit kanë lidhur. Dashuria jonë në shekuj të vend të paprekshëm, të na I thot gjakurin që kur spranon transfuzion me gjak tjetër. O gjuhë shëndëruar, o malë me shpirtin plot, o vetëtime qielli që përfëllon me flak, o dielli laftaruar që ndrinë si pipëllot, o këngë shëndëruar, o verbi lar në ardh, o zjarë që më përflatesh si yllëve të dintar, kur të këndoj me gojë, kur të kuptoj në kartë, kur si një kraruar t'i dhem, o gjuhë zjartë.
Sot veprimtaria është cilësuar si orë edukative. Le të jetë kjo të ndikojë sa do pak edhe tek fëmijët, por që ata do ta përsëritin, por edhe tek ju prindër. Le të mbetet 22 nëntori në mendjen tonë si ditë e rëndësishme ku adhetarët shqiptar kanë luftuar pikërisht për këtë gjuhë që flasim dhe gëzojmë ne sot. Materiali i shkurtër është një histori mbi ditën e alfabetit. Mund ta ndjekim së bashku. Situata para kongresit. Në fillim të shekullit 20, shqiptarët jetonin ende në nënsundimin e perandorisë osmane dhe nuk kishin një alfabet të unifikuar. Në shkolla dhe botime përdoroheshin disa lloje shkrimesh. Alfabeti i Stambollit, alfabetet e shoqërive letrare, bashkimi dhe agimi, shkronja greke, arabe ose të përzjera. Kjo gjendje krijonte shumë probleme në mësimin e gjuhës, botimin e librave, komunikimin dhe ruajtjen e identitetit kombëtar. Nevoja për një alfabet të përbashkët. Lëvizja kombëtare shqiptare kuptoi se pa një alfabet të vetëm, shkollimi shqip nuk mund të zhvillohej si duhet. Prandaj, intelektualët e kohës propozuan një mbledhje gjithkombëtare ku të vendosej një alfabet i përbashkët. Thirrja e kongresit. Kongresi u thirr nga patriotët e klubit shqiptar të Manastirit. U vendos që mbledhja të mbahej në Manastir, sepse ky qytet ishte një qendër e rëndësishme kulturore dhe arsimore e shqiptarëve. Vendi dhe koha e zhvillimit. Manastir, sot Bitolla, Maqedoni e Veriut, 14-22 nëntor 1900. Kongresi zgjati 8 ditë dhe u zhvillua në ambientet e klubit shqiptar të Manastirit. Pjesëmarrësit. Në kongres morën pjesë 50 delegat nga të gjitha trevat shqiptare, përfaqësues të shoqërive kulturore, klubeve patriotike, shkollave dhe kolonive shqiptare jashtë vendit. Pjesëmarrësit më të njohur ishin Midhat Frashëri, kryetari i kongresit, Gjergj Fishta, poet dhe përfaqësuesi i bashkimit, Ndrej Mjeda, gjuhtar, Parashqevit Qiriazi, përfaqësuese e arsimit e vetmja grua pjesëmarrëse. Sotir Peqi, Lef Nosi, Shahin Kolonja, Luiq Gurakuqi e tjerë. Debatet e kongresit. Delegatët diskutuan mbi disa alfabete të ndryshme që përdornin shqiptarët. Në debat u theksuan këto kritere: thjeshtësia e shkrimit, përshtatja me tingujt e gjuhës shqipe, përdorimi praktik në shkolla, shmangja e ndikimit të huaj. U analizuan sidemos alfabeti i bashkimit dhe ai i agimit. Vendimi përfundimtar. Më 22 nëntor 1908, Kongresi vendosi adoptimin e alfabetit latin si bazë të shkrimit të gjuhës shqipe. 36 shkronjat që përdorim sot, me shkronja të veçanta dh, th, gj, nj, l, r, zh e tjerë. Ky vendim unifikoi gjuhën shqipe për herë të parë në histori. Pasojat dhe rëndësia. Vendimi i kongresit pati ndikim shumë të madh në zhvillimin e kombit shqiptar. U bashkuan të gjitha shkollat me një alfabet të vetëm. U lestësua botimi i librave shqip, identiteti kombëtar u forcua. U përgatit tereni për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912. Kongresi i Manastirit mbetet një nga arritjet më të mëdha kulturore të shqiptarisë. Trashëgimia e sotme. 22 nëntori sot festohet si dita e alfabetit. Në Manastir ndodhet ende shtëpia e alfabetit, muzei dedikuar kongresit.